Dhuna dhe bullizmi në shkolla vazhdojnë të mbeten një nga shqetësimet kryesore në sistemin arsimor në Prishtinë. Nxënësit e moshës 11 deri në 15 vjeç përballen çdo ditë me forma të ndryshme të bullizmit, që nga thyrjet verbale dhe përjashtimi social e deri te dhuna fizike dhe bullizmi online, thonë nxënësit e shkollës Nazim Gafurri. Këtë shkollë ka pak a shumë bullizëm, sidomos në anën e internetit, se mune me paraqit video ndryshëm të i bullizu nxënësa ndryshëm, parasysh dukjes, emrave e tjerë. Po menoj që ka pas bullizëm këtë në shkollë, po normal u marrë masa ndryshme si normal policia o thirr, ose kanë marrë masa ndryshme si përjashtime ose dhe suspendimi nxënësave. Bullizmi ka qenë i pranishëm në shkollën tonë, dhuna nuk ka qenë edhe aq sepse është parandalu para se me ndodh, ka pas probleme shumë që kanë fillu prej bullizmit, po është parandalu prej arsimtarëve, drejtërisë. Cila ka qenë forma më shumë e bullizmit e shprehur këtu në këtë shkollë? Bullizmi ka qenë i shprehur për shembull për shkak peshës që e ka pas dikush, ose për shkak ndaj veprimi që e ka bërë dikush, ose kështu. Edhe kryetarja e Këshillit të Nxënësve në këtë shkollë, Rita Thaçi, deklaron se bullizmi është shprehur më shumë online, ndërsa dhuna fizike nuk ka qenë e shprehur aq shumë nga se janë marrë masa prej kohësh për ta parandaluar. Po vitet e kalume ka qenë shumë i shprehur. Në për shembull aplikacionin TikTok kanë qitë video me fjali ndryshme me emrin e nxënësave, edhe e di që drejtoria ka punu shumë për që ato video mu hek, mu gjenë nxënësi që ka fillu se ata normal në mënyrë anonime kanë hapë faqe. Thaçi shton se duhet të punohet më shumë nga drejtuesit e shkollave dhe institucionet e relevante që të ketë siguri për nxënësit edhe të mos ketë bullizëm. Me informu ma shumë nxënësat si çka është bullizimi, edhe mi ju tregu që ai është i dëmshëm për mja bu një nxënësi tjetër, pa gjykime, diskriminime ndaj njëri tjetrit. Do të krejt mu bashku edhe me punu që bullizimi mu ndalu në për shkolla, me bu sa ma shumë projekte që me tregu se bullizimi është i gabushëm, edhe për që mos mu shprej tek nxënësi, mos mu fy, mos mu paragjyku mes njëri tjetrit, veç pse ka një dallim ngjyra apo një dallim feje, ose diçka pamjen fizike, po do gjithë me bashkëpunu bashkë, se cile që me mri që me ndalu bullizimin brenda shkollave. Sipas drejtoreshës së shkollës Ardian Makolli Sadiku, rastet shpesh ndodhin në hapësirat e përbashkëta si oborret dhe korridoret, por edhe jashtë ambienteve shkollore, më shumë nëpërmjet rrjeteve sociale. Shumë prej këtyre rasteve më parë nuk raportoheshin për shkak të frikës, turpit apo mungesës së besimit se problemi do të zgjidhet, por tash është rritur vetdia dhe ka më shumë raportim të rasteve. Verbale ose ofendimet, dhuna psikologjike është ajo më e shpeshta. Fatkesisht shkollëve të fundit është edhe dhuna online, e cila fillon nga shtëpia dhe pastaj pasojat I bartim edhe në shkollë, që është shumë e theksuar. Dhuna fizike fatmirësisht është më e vogël, por ku kemi raste të tilla është vëmendja më e madhe, në sigurisht që gjithë mekanizmat janë në funksion dhe menjëherë veprojmë në bazë protokollit që është nga mashti. Kemi pas raste të tilla, kemi vepruar në bazë procedurave, është ndërhyrë menjëherë, për arsye se është kërkon një vëmendje të menjëhershme, kemi bërë biseda individuale me fëmijët të cilët kanë qenë të përfshirë, është marrë psikologja, sigurisht është informuar menjëherë familja, më pas nëse ka qenë nevojshme informohet shërbimi policor, të cilët e kemi bashkëpunim të mrekullueshëm me ta. Më pas lajmërohen qendra për punë sociale, sigurisht për raste të tilla njoftohet edhe DK-ja dhe në fund raportohet në sistemin SMIA, I cili ku informohet edhe Ministria e Arsimit për rastet që ndodhin, është një sistem ku duhet të gjitha rastet të
pa lajmërohen që të jenë të informuar edhe gjithë institucionet në rast të tilla. Thekson se identifikimi i hershëm i rasteve është kyç për parandalimin dhe përshkallëzimin e dhunës. Sipas saj, shkolla ka ngritur mekanizma të brendshëm për fshirë ekipet kundër dhunës, bashkëpunimi me psikologun shkollor dhe komunikimin e vazhdueshëm me prindrit. Megjithatë, sfidat mbeten të mëdha. Drejtuesit e shkollave vlerësojnë se përveç masave disciplinore, nevojitet edukimi vazhdueshëm për empatinë, respektin dhe komunikimin mes nxënësve, si dhe më shumë mbështetje institucionale. Roli jonë nuk është vetëm të ndërhyjmë kur kemi rastet e dhunës, po edhe kemi dhe rol parandalues, edhe mundohemi që të fëmijët të zhvillojmë empatinë, komunikimin e mirë, sidomos grupi ndërmjetësimit që mes bashkëmoshatarëve se si t'i zgjedhemi konfliktet, bëhen punëtoritë të shumta ku i mban psikologja me nxënësit, edhe mundohemi që fëmijët të dinë se si t'i zgjedhin edhe si t'i menaxhojnë konfliktet e mundshme. Parandalimi i dhunës në shkolla kërkon angazhim të përbashkët të shkollës, familjes dhe institucioneve. Vetëm përmes bashkëpunimit dhe reagimit në kohë, shkolla mund të jetë një ambient i sigurt për çdo nxënës. Shkolla jonë ka psikologun, ka pedagogun, po ish dashur në gjitha shkollat të ketë psikolog, pedagog, po ashtu trajnime të vazhdueshme për mësimdhënësit se si të qasen edhe si të identifikojnë formën e dhunën edhe shpesh duhet të shohmi sidomos fëmijët e hequr që janë, se shpesh ata fëmijë janë më të identifikojmë fëmijët të cilët janë rrezik të braktisjes, por dhe të bullizimit. Po ashtu kisha kërkuar që në trajnime të përfshihen edhe prindrit të cilët nuk kanë fort vëmendje për fëmijët, që kujdesi të jetë më i veçantë edhe sidomos trajnime të bëhen për teknologjinë, se si t'i qasemi ose sa t'ju lejohet fëmijëve teknologjia. Dhe në fund, por e më e rëndësishmja të qendra për punë sociale të jetë më bashkëpunuese, por të ndërhyjë shteti që të ketë më shumë staf edhe staf të veçantë për shkollat. Për një ambient sa më të sigurt nëpër shkolla nevojitet një bashkëpunim më i madh i prindërve me drejtuesit e shkollave dhe me qendrën për punë sociale. Por fatkeqësisht të gjithë prindrit nuk janë në krye të detyrës. Fatkeqësisht disa prind nuk ka humbur roli i prindit në sy të fëmijët. Edhe aty kena problemet edhe vështirësitë më të mëdha. Për ata po insistoj që qendra për punë sociale duhet na ndihmojë tek këto raste. Të rastet ku prindi ose roli i prindrit në familje nuk ekziston fare dhe fëmiu i ka marrë vetë kompetencat e jetës së tij. Edhe në fund gjithë barra po na bien neve si institucion. E fatkeqësisht ne mund të bëjmë në shkollë kur të na vinë fëmijët në mund të bëjmë të pamundrën, por derisa prindi nuk mund ta sjellë fëmijën as në shkollë, atëherë kërkojmë nga qendra për punë sociale që të na ndihmojnë në këto raste. Edhe të ndërhyjnë në familjet ku roli i prindrit domethënë është devalvuar para syve të fëmijëve. Drejtoresha Makulli Sadiku kërkon bashkëpunim më të shtuar me qendrën për punë sociale që të jenë më efektiv ndaj rasteve të tilla, për arsye se ka raste kur drejtuesit e shkollave nuk mund të ndërhyjnë në familje për t'i zgjidhur problemet, ndaj janë ata nga qendra për punë sociale që lehtësojnë këto situata.